Në fshatin Gjonaj të Hasit të Prizrenit në Kosovë për të tretën vit me radhë është mbajtur darka e Bereqetit Hasian, një festë që mbledh banor, miq e dashamirë nga Prizreni, Kuksi e Hasi i Shqipërisë e më gjerë për të shënuar fundin e të korave dhe begatinë e vitit. Në qendër të darkës së Bereqetit ka qëndruar flia gjigante, tashmë një veçori e dallueshme e këtij aktiviteti. Edhe këtë vit ajo u përgatit nga Ramadan Totaj, antar i shoqërisë kulturore artistike Malsori, një mjeshtër i njohur i gatimeve hasiane. 50 kg miell ishin, të shtu edhe ujë e ndyrë në ato, po mendojmë dikun 100 kg do tjetë me material në qetëpsi. Edhe sa për kohë na ja kemi nisë prej orës 8, ishim prej orës 8, te i bonëm pregaditit jo zjermi, jo drun, jo ato, do më thonë ka ora 10, jemi konë vesh në start të flijës, tash vesh se po sa përfundoj edhe flija, kështu që rend pas rendi erdhën të përfundimi i flisë, çdo sen ka shku në rregull, tashmë veç kemi pak më të lehtë, se jemi pak si më të përgatitën dhe dim çka ka me na ndodh, edhe me gjithë vullnetet, me shpresë, jemi mundu me konë sa e shishme më dalë. Flia e pjekur nga dalë në zjarr të butë dhe e mbushur me aromë gjalpi e miell gruri, u nda më pas për të gjithë të pranishmit, simbol i bujarisë dhe bashkësisë hasiane. Aziz Hodaj, kryetari i shoqërisë kulturore artistike Malsori, tregon se kjo festë tashmë është bërë pjesë e kalendarit kulturor të Hasit dhe Prizrenit. Si zje tradicionale ka qenë e organizuar edhe përpara, por në kuadër të festivalit Hasian, ka qenë përpara si ekspozita për dhëllimit bukës, brumrave, si zeje tradicionale me të cilët mbjetojnë Hasion, por ka lind ideja që të shkputet nga festivali dhe nga viti 2023 ta organizojmë si eveniment në veti, si fest, njëna ndër festat më të vjetra tona që i kemi, edhe hasiane, po edhe shqiptare. Dhe po besoj që ja kemi arrit mirë, ja kemi dalë mirë, ka dalë një manifestim i mirë, një organizim i mirë. Në sofrat e begatshme tani kemi edhe prodhimin prej shtëpive që i kanë gatu, që i kanë rregullu, gratë, nanat tona, po kemi edhe prodhime të furrave, të restoraneve që janë gjitha hasiane. Për shkak të madhësisë së flisë, organizatorët po shqyrtojnë mundësinë e aplikimit për librin e rekordeve botërore, një ide që ka ngjallur entuziazm në të gjithë zonën. E mira e gjitha këtyre është flia e madhe, flia gjigante, të cilën po bëjmë përpjekje që ta futim në libër Guinnessit. Domthonë jemi duke përpjekje, ka procedura, ka aplikacione ku diun. Dhe besoj që në këtë drejtim nuk do të kemi konkurrencë, sepse nuk e di a është provu, po a është gatuar ndonjë fli më e madhe ndonjëherë. Kjo është sipas edhe mediave, se është bërë, sidomos vitin e parë, është bërë shumë virale, shumë mediatike, po sigurisht që ka zënë vend edhe këto vite tjera, vend të posaçëm në median tonë, në publikimin tonë. Kjo traditë nisi në vitin 2023 me qëllim që të ringjallë zakonet e lashta të bujqësisë dhe të mikpritjes. 2 vite më parë, Rabie Hodaj dhe vjera e saj 80 vjeçaria Shae Hodaj patën gatuar një fli me përmasa të ngjashme, duke ruajtur rritin e përbashkimit që dikur ndodhte në çdo lam pas të korrave.